Zbulohet sekreti me uthull që pastron lavamani në mënyrë perfekte. Lavamani është vendi në banjë që përdorim për të larë dhe pastruar duart dhe fytyrën. Për këtë arsye duam që ta mbajmë sa më pastër dhe për këtë ju duhet sot buke, uthull, lëkurat e limonit dhe portokallit, vaj, roll kuzhine, një sfungjer i pastër. Hiqni gjithçka në lavamanin tuaj dhe me detergjentin e enëve dhe një sfungjer të pastër, sapunoni dhe shpëlajini mirë. Soda e bukës do të funksionojë si dezinfektues, prandaj spërkateni lavamanin me sodë. Më pas me uthull të bollshme shpëlajeni sodën nga lavamani. Kjo do të ndihmojë në eliminimin e shenjave dhe njollave në lavamanin tuaj. Për të hequr qafe aromat e pakëndshme dhe për ta bërë lavamanin tuaj të shkëlqej, sërish fërkoni butësisht lëvoshkat e një limoni dhe një portokalli kudo. Në fund lëmojmë sipërfaqet e lavamanit duke i kaluar me pak vaj në letër kuzhine dhe siguroni që ta shpëlani atë me ujë të bollshëm.